grua. Dhe zgjedhja e saj u përcaktua në radhë parë nga një mobilizim i madh i grave dhe nga një çlirim psikologjik pastaj i shumicës, jo vetëm gra, po edhe burra dhe djem, që i braktisën ata copë burra atje të bërë bashk për të vënë veton sa herë vinin zgjedhjet. Ose, ja ku e keni mamicën këtu, që është kthyer si hapse dyersh të pahapura prej vitesh, nga Kamza në Shkodër, me fitore, kuptohet, dhe tani në Kavaj, ku unë për veten time me zi presta shikoj qa do dali në 11 maj, aq më tepër në kushtet kur Kërneta ja gëlltiti Kavajës mu në thellësitë e zorrëve të veta, fitusin e primareve të gjithë Tiranës. Tani mos do e trokisni se është gjunafa i shkreti. Se ai besoi ke primaret edhe përfundoi duke u blu që i la me të dy gishtat ngoj demokratët e sinqert Kavajs, ndërsa ne i kemi dhënë atij qyteti 2 deputete në listën e mbyllur, që i kanë deputete, Elisën dhe Ilvën, kryetarën e kuvendit dhe zëvendësministrin e turizmit, dhe 2 kandidat burra, ish kryeministrin e luftës Kosovës, shokun Pandi Lili, po, dhe një djalë Kavaja. Pra 4-0 është niveli i vlerësimit dhe i respektit për Kavajën, thjesht vlerësim dhe respekt mes Partisë Socialiste dhe Kënetës madhështore. Nuk po vazhdoj tani më tutje me shembuj tjerë, ka akoma, edhe pse s'ka aq sa unë do doja për i të vërtetës, por po e mbyll këtë parantezë duke u thënë të gjitha tyre që i bien fyellit tani më prej shumë vitesh po në të njëjtën vrim, se me dhe me kjo parti që për i të vërtetës e ka pasur problematikën e vetë si e gjithë shoqëria në një fazë caktuar,